Thuhet se në këtë këshillim, mendimet që u shfaqen, u desh të ishin 2. Sipas njërit, duhej shkretuar me zjarre me hekur e gjithë krahina, duke djegur e sheshuar gjithçka në të, shtëpit, pemët, të mbjellat e çdo gjë tjetër, se duheshin lënë atje të pakën gjurmë të tilla nga dhimbtarësh. Sipas mendimit tjetër, me Hamzanin si ato, duhej shkuar në krye dhe duheshin provuar. Qytetarët a e pranonin sundimin e Nietzsches dhe a dëshironin të dorëzoheshin. Në rast të kundërt, duhej shtuar për të kallur të mirë njerëzve, se po të mos i pranonin me të mirë kërkesat, do të detyroheshin përveç rrethimit të pambarimit dhe mjerimit e rënimit të krahinës, të futeshin krejt në zgjedhjen më të zezë, dhe le të mos shpresonin se do të vinte ndihma Skënderbeut. Që s'po dukej. Këto mendime veç ishin pafund, mendime njerëzish, që u që mbushur mendja dhe që mund t'u ambushnin edhe të tjerëve, se mosprania e burrit do të zgjaste edhe me gjithë këtë. Ky mendim u pranua lehtë dhe tjetër u la për më vonë.